Bashkia e Tiranës ka kallëzuar këtu të premten në prokurori ministrin e financave Shkëlqim Cani dhe sekretaren e përgjithshme të kësaj ministrie për bllokim të kredisë për zgjatimin e bulevardit Zogu i Parë dhe rehabilitimin e lumit të Tiranës. Padia ndaj ministrit Cani është dorëzuar në prokurori nga vetë nënkryetari i Bashkisë së Tiranës, Eno Bosto. Të dy në bashkëveprim me njëri tjetrin, në kundërshtim flagrant ligjit, por duke zbatuar një urdhër politik, kanë bllokuar që prej një viti pagesat ndaj dy kompanive të cilat operojnë dhe ndërtojnë dy vepra madhore të qytetit Tiranës, bulevardin e Tiranës dhe lumin e Tiranës. Por ndërsa përgjigjej për buxhetin në Komisionin e Ekonomisë, ministri i Financave Shkëlqim Cani është përgjigjur direkt për këtë padi. Sipas Canit, kredia nuk mund të miratojë pasi nuk plotësonte kushtin kryesor, nuk ishte përcaktuar destinacioni i parave të kërkuara. Tentativa për të marrë kredi, të cilat nuk janë në përputhje të plot me kërkesat ligjore ose aktet e tjera nënligjore, ne do t'jemi pengesë për herë. Sipas Bashkisë së Tiranës, bllokimi i bulevardit është një veprim politik dhe se nga kjo dalin pa punë rreth 2000 familje.